Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi një personazh shumë prej jush e njohin, është kaskadori i parë dhe i vetëm i filmit shqiptar, zoti Diashar. Zoti Diashar, faleminderit shumë që jeni me ne. Kënaqësia e ime atë lutem edhe se erdhëm me kënaqësi dhe pse erdhëm me kënaqësi? Se ta them troç. Më dorove buzëqeshë edhe unë me kënaqësi. Unë njerëzit që janë të buzëqeshur thotë në ngojë thotë i shep shpirti, edhe me kënaqësi erdha për të. Faleminderit shumë. Absolutisht i dashur. Si u bët pjesë e filmit, e sidomos si dublant në role shumë vështira të aktorëve kryesorë jo vetëm? Faleminderit për pyetjen. Po, është e vërtet. Ne kemi qenë tre vëllezër. Dhe lushim futboll. Se më falë ta ngatroj emisionin, sot nuk ke një fushë futbolli. U betonizuan gjithë fushat e futbollit. Dhe një që e kishin pikë të dobën pallat pionerët atë betonizuan. Dhe tre vëllezër lushim. Na vjen një ditë aktor i madh, legjenda arti shqiptar, ndër i kombit artisti i popullit, Reshat Rabana, me një aktor, me një kolegun tim, Bilbil Kafe, duke pa pallat pionerët, mo çosh këngë. I thotë, kjo Diashari. A mund të lutem, thotë, mas nesër të lutem të ta takoj. Dhe po bisedë, kjo është api parë që u prezantova me Basar Reshat. Pra ju nuk ishin eksperiencë më të parshme në aktrim, ishte vetëm ky kontakt i parë. Absolutisht, por tash i ta them troç. Kisha shumë simpati çdo ditë dielën ora 20:30 në kohën e sistemit. U bëte një emision radiogramatizimi i heroit të popullit, për shembull Vasil Çanta. Edhe më pëlqeshin efektet e zhurmës, efektet e plumëve. Dhe kisha dëshirë çfarë po bëj, edhe pata fatin mos e Reshati që u takon. Më pritëm me kënaqësi nga figurat kryesore të regjizorës shqiptare, sa më pa Samir Kumbara, me filmin Graska. Ky është filmi i parë që është bë në mrapa dajtit ke stanet e Linosit. Aty është kap Matnik Matjani. Dhe për ta ekzekutuar, e kanë ekzekutuar nëpërmjet Rogozhinës dhe Kabajës. Se aty ka bërë krimet më të mëdha. Kjo ka qenë filmi i parë që unë në gjirova dhe kam një kuriozitet. Në momentin që Samir Kumbara sa më kapa portretin, diu thotë nesër në orën 8 do përgatitesh do vish në Kinosudi se do ikim të gjërojmë lart në Dajt. Në rregull. Do të unë erdha në orën 8:85. Sa vjetë i kishte ikë autobusi? Kjo është kurioziteti. I filmi parë. Dalë me vrap se vishin makinat e rënda që mashin gurore që u bë gjithë Tirana, nga Gurorja Gurët. Aty shkova me një kamion dhe nga dashuria e filmit dhe i kërcita vrapit. Me kështë tu kurioziteti bukur dhe tu është paradoksi bukur. Ika me vrap edhe do në para makinës. Ku më ka pas Samiru lujte me çan me vrap. E pa besueshme. Po mi aty ku keni na luju, ka kalu në i makinë jo. Bravo di u ka. Edhe fillon gjëron, kjo është filmi i parë me Samir Kumbara. Ama ju keni bërë gjatë roleve tuaja shumë role të vështira, shumë që shpeshherë keni rrezikuar edhe jetën. Ku e keni gjetë guximin? Bravo. Shoh edhe si lagje kështu kemi qenë njerëz apasionant, bram dashuri. Dhe kam qenë çik natyrë shumë ekspresive, po shumë kur them ekspresive edhe i sinqert. Dhe një nga rolet kryesore një nga rolet më të vështira që kjo ishte pyetja mos gabohemi dashur, mi thënë. Unë kam bërë shumë role, po mund ta veçoj një nga figurat kryesore të regjizorës shqiptare, indjerë që nuk jeton regjizor i madh, Dimitar Agnosti. Aty kam një rol shumë të bukur, po karakter kam një italian që udhem nga shtylla, ikën me vrap, bjen numnere, për plasë aty rrëzohet dhe në fund fare kalon me aktit kuvizuar një ap ushtarak. A ishte rol shumë i bukur, karakter, dhe unë rast dashurim me atë rol. Dhe kemi gjëru në palas. Momentin i madhi mbi të mdhejve. Anagnosti madh, sa nuk jetë marsh për atë personalit të regjizorës shqiptare. E meriton e i burë. Dhe në thiti abe di u thotë, shikoj qik skenën, po e thotë nuk ta bojnë. Bona dublin e parë, një ullje nga shtylla, një shkëm numër, bie aty, dhe ma e bukur është që kishte dëshirë që të boja grim. Edhe unë nuk pranova grimin, se unë këtë vend që është shumë e vështirë, se kishte fer aty, unë do bëj gjak original. Kjo ishte gjithë, dhe u bëha i rol, shumë rol i bukur, dhe tu po ta them, fatkeqësi operatori nuk e kishte gjëruar. Ai një nga operatorët më të mirë se nuk Si u ndjet? Ardhën Martinjani, Roshi, me djalë kinge një të kamërën bukur, a i shkreti nuk se një gjojt është, se ka raste regjizori, tot aksion, gjiron, faktikisht nuk gjiron.
Se e bëjnë bashkëpunim i vatë, dhe me regjisor operator. U përsëri prap skena? Absolutisht, do bëjnë, por u përsëri, por nuk ishte ai efekt i parë. Ti gjiroje kot, se në atë kohë i dashur, kishte film, me metrazh filmi duhet bosh 5-6 metra në ditë. Se u merte tash janë të USB, çfarë bën? Prishe një herë, prishe 2 herë, prishe 3 herë, në atë kohë. Kur e bona dublin e dytë, kur një konflikt dublin e parë, se kishte gjiruar? O profesori, thashë, unë e ndjeva për një herë. O profesori, thashë, nuk ka problem, bëjmë një dubl tjetër, do ta bëj unë. Si që do ti, por në pesken. Dhe e bona dublin e dytë, por ta thashë, edhe mirë suksese, si që mbone, nuk haroj. O që trikën, a i ishte trikën, anagnosin a herë. Ati ti shkoshin me nderët, në thoj se ishte mjesht i personalitetit para shqeqe gjrimit. Nuk eroj një rast se bje drejtori i përgjithshëm, i madhi Viktor Gjika, duke pas shqeqe gjrimit, kontrolin e filmit. Dhe erdhi, nuk e ndërprero gjrimin bot, mbaroi episodin, faleminderit ekspeditës grupit, unë do shkoputën të ka drejtori i përgjithshëm. Për të pi një kafe, për të bisedu për efektet të filmit që ne jemi në programet sipër. Si ka ecë puna. Gjithsore pushim, gjithsore. Ky ishte primi ta anagnozi. Ama një tjetër element shumë i rëndësishëm në filmet që ju keni luajtur është edhe tek përdhunuesi. Jeni hedhur diku tek 25 metra nga motori në një shpejtësi të lartë. Po aty ku e keni gjetë guximin, madje di që edhe bashkëshortja juaj kanë ndjer nga afër skenën. Se më krijove në emocion, faleminderit rrofsh. Thash edhe herë dashuria profesionit i dash. Dhe këtu jam i qik brenda taullës të filmit përdhunuesi. Skenarist një nga figurat kryesore të skenarit letrar tekniko-rezual i madhi Bigneve në Xhadit Tafa. Ka vajt djali më i mençëm, edhe redaktorët skenarist më të bukur. Dhe ky më kërkoi, ky po ta them për parë, po ta them të patënat, më kërkoi kasetën. Dhe intervistën time, këtu, ai djali më mençëm, ai djali bukuros me ato thinja të bukuri, i portreti jashtëzakonisht, po profesorit. Se unë u bë ditëlindja gazit lart në Dajt. Dhe unë ja xhirova me operatorin e teatrit kombëtar me Gëndësin. Dhe kasetën e kisha mëmën, edhe ky deri ku mori platformën interne dhe mendimin. Dhe kjo gazi ka qenë, për shembull filmi përdhunuesi ka lidhje me këtë punë. Tu po ta them. Te mori Spartak Papadimitri. Operator dhe filmi deri ku nuk eci keq, por se po ndërhyri një pikë tjetër se do ta them me kritikën e filmit kur bëhet një përdhunim, është një personazh përdhunim të lutem, që është Eva. U bën 2 përdhunime, Nadela dhe Monika. Këtu e ka në dorë regjizori. Kjo është e gjithë. Po çfarë lidh këtë film me gazin? Me Gazmuçën apo jo? Absolutisht, ideja kjo është përdhunuesi, se ka një mendim këtu të shembull, Trimi nuk përdhunon si histori, si gem. Trimi shikon, mentoron, ditëron dhe zbaton ata që është për zbatuar si mastigjen. Nuk përdhunohet. Trimi, historikisht. Edhe ka histori, për shembull, që në kona Skënderbeu shumë bukur i doli Abdaj Trafar. Ali Pasha nuk ka kokë, trupi janë atë. 2. Trimi Laboris, i au Gërbejit. E shoqja ka ranum në erë, mos me ranë dorë të turmët. Ti ke shote ka lisën mjullë sytë, unë nuk e ke varën. Pushkrujt, të dale pushkrujt. Ose rasi konkretu të ashtë, që po plasim temën, absolutisht jam plotësisht dakord me ty, kjo përdhunuesi të ashtë, në Xhadit Tafa ka një, Spartak Pecani ka qenë regjizor. Operator ka qenë Spartak Papadimitri, të thash operator shumë i mirë, sigurisht. Po fillun sa spostime, se filmi i dashur, në qoftë se nuk ka bisha, nuk është film. Nuk ka lule pa flet, pa një gjethe, apo jo. Edhe filmi këtu, villashti i krasim, fillun duke u krasitur. Dhe të një personar, filani. Turp, unë të udhen të shinë nga motore dhe nuk e gjiron ti. Edhe shish më thot regjizori, po jo, po ti u këshu, unë s'po të kërkoj lugar e di zoti Spartak. Unë kam mik përjetësisht, por se si po e trajtot të misin dhe o tjetër gjë. Ti misin e ke me di unë. E ke për atë që kërkon ti. Misin ti e ke me ndryshim gjepën. Maja, drejta jote, nuk kam drejtë ndryshim absolutisht.
E drejtë inshallah u shekullon se 2 batës duke ditë fare. Unë jam diu lutem. Hajde të ulëm tavolinë. Çen do pret gjërimet e mia. Ora ka bot sekretet lutem thotë ai të më bëte faleminderit që më ngacmove. Do vlerësoj maksimalisht. Pra, zoti Jashari, ju keni pas një lloj miqësie me zotin Xhep apo jo? Absolutisht. Është krisur kjo miqësi? Po. Unë dëgjova një personazh para një javë, Jashari më pata çimin këtu, se unë ky vjesh shpesh, është ajo thonë ajo dhe shumë e bukur, një krisje. Tash i varet se mund të krisë edhe një dras. Po të krisësh betonin është pak çike vështirë, nuk krisën betonin kollaj. Edhe këto janë këto gjëra bishat e vogla. Thash u bë filmi Sekretet, edhe ko marrë në telefon. Zoti Pecani kam thënë. Filmi jot është 120 minuta film. Si ka mundsi kulmi paradoksaliteti po të them. 10 sekonda filmun. Ku shkon xhirimet e mia? S'm tha përgjigje. Ai tash vazhdo punën e vet. E ka mikse thot edhe në emision. Ai boni llafe me Mirush Kabashin, ty po ta them to pa thënat. Dhe boni nuk foli një llafe Mirush Kabashi për Spartak Pecani për regjizoren. Këtu filloi konflikti. Tash unë po dal tash me Mirushit. Po për mua nuk foli 2 llafe. Nuk kam nevojë të dy, unë e desha filmin, nuk më tha. Boje për atën tim, absolutisht jo. Po këtu ka ato, që them unë, atërmbetja t'i dashur. Kjo është patkeci këtu. Ai bjaran dashuria dhe gjithë rolet i shikosh me vënë gjithë rolet në për filmat ai roli kryesor çim xhepër. Dakor. Unë kam bërë divorc. E të vazhdoj atë. Po një ditë kam bini absolut do të trokasin portën tim, është një film shumë i bukur. Një ditë do bini trokasin portën tim. Kjo është Spartak Pecani. Ne kom pas shumë mik. Le të bëj çfarë doj. Ai zoti Jashari, jemi në këtë pikë, juve keni pasur një miqësi shumë të madhe me shumë aktorë shqiptarë që janë korifejt e filmit shqiptar. Unë përmend këtu Kadri Roshin, Bojar Lakon, Reshat Arbane që ju e gëzoni këtë miqësi akoma të fortë edhe sot e kësaj dite. Çfarë ju bashkon ju me këto artistë? Mund ta tregosh në ndonjë episod me secilin? Po ato emrat që i the, jo i the, po i skalite emrat. Po ta të më gjorti si e jenë sinkron me personajet që mi përmene. I kom pas shumë miq. Unë kom pas edhe një mik mund të ri pa arruar, pa thëmë të Koçës. Një aktor shumë interesant. Jani Riza. Legend, i portret i lindur. I ndodhe jo fatkesis, nuk kisha dakord, t'ja mori jetën në moshën më të bukur të lutem edhe. Në 89 i ndodhi një aksident në të hyrje të Korçës, Bullgaresën që fshat aty. Ai ka qenë aktor shumë i madh. Ndodhi fatkesia, mos harroj ishte vllazë serb që e kam pat super mik në shtëpinë time flente i dashur dhe ku visha në teatr, thoshte më diu. Po me vllazë me fjalë ishte natyrë shumë ekspresive. Iku Bojar Lako. Ako që krenaria e artit shqiptar. Unë i vuna titullin krenaria e sterilizimit. 3 ditë u lande. Mos harro pridiu, ky është i madh i mëdhë dhe kur dilte i e koroste vet plaçkat Bojar Lako. Legend. Atëherë dalim tash. Shumë veta, unë ta kam thënë mos gabojmë, bëmi bisedë për sa në prosin. Unë e di tash jetën e sale, e di çat burë, ka qenë çat aktor, ka qenë çat natyrë, ka qenë çat tipi ka qenë. Jo u ka ull ke Volga ndo jo. Po jo më ka qenë me filmin, unë kam qenë me filmin e funit me Sandrin, vjen Artur Gorishti e merr dhe shkon në filmin në Durrës, pranverë idhull, kjo ka qenë i dashur. Ai ka dalë nga dhoma, flente ka tre se do shpëtonte Sandri i dashur. Se Volga i ka spirale shkallët. Bjen ka tretë direkt del këtë kat i parë. I ka spirale se tishte kështu 1, 2, 3 shpëtonte. Dhe thonë nuk ka ullë, absolutisht. Unë fleta një muaj me Ilon, me Sandrin në Korçë. Ishte me Ilon me Stavri shkurën dhe pandira idhër, i abandonën dhe arri fletë me Ilon. Po çfarë mendoni se ka ndodhur? Tensionit lutem edhe herë, pinte cigare rozafa. Ju kanë arë mend aty, lutem dhe e thashun kur ka ardhur Artur Gorishti që i ka marrë, i ka turin, mos e le vetëm, mori nipin e vet, ai ka dalë, ka lënë vetëm, më mjasera tensioni. Ai sa me atë portretën e bukur, me atë kulturën e bukur, me atë buzëqeshjen e bukur.
Dhe kur fleshim aty, unë posha që ku prisha. Edhe gëricëm që unë ditë gëras në jerë. Kur apësha cynën, thandi, tunç, më thonë, mu, o profesor, nuk më se gjumi po së shtrive ti. Kaq, se mu më kam marrë rëshade i gjithë drejtoria filmit të do plej me dia share. Unë jam mbi kësyrë të jotë. Sa të marrën film, mase marrën film, mase e drejta jote. E më deshe jashtë masa. I marrë, sa në përësi. U i gjithë të aktorë. Me Kadri Roshin, po ashtu keni pas episode përfundme. Është e vërtetë që vdiq në varfëri? Edhe kush e thot këto mërë, le të vjen debat me mu mërë, ti falenderi që më more këtë pyte, çfarë varfëri ka ai mërë, ku? Ai ishte i lindur aktor, i lindi zoti, nga Çorushi i Mallakastrës, aty ka lindur, jetim. Edhe ku ka arë që ka bo, ka shku, ka dhënë shfaqen në Beograd, dhe mas Beogradit, kur ka arë këtu, ka arë Shoku Ender, dhe me shehu një shfaqe, o epoka paragjyqit të tjemi qik, o Arturo I. Edhe o çmen me këto dy aktor, artist dhe i madhi Najn Frashi. Dhe dha urdhër që Najn Frashi të shkojë në Institutin e Artet të jep mësim. Por, ai në pedagog qëtë student mirë, po unë si artist, se nuk e shikon s'ken. Sa në di vit, mëse erdhi na imi në teatrin kombëtar. Por, tashi të plasi për Bujar Lagun, plasi për Kadri Roshin, unë e kam pas jo mikë, po super mikë. Rashate pas e dje, sa i ka qenë pjesë për posë e jetësime, familjes time, dhe gjithë mirat nga i buri kom pas. Dhe më kanë desh shumë, edhe unë kam qenë Musaro, kam qenë shkrit në ato. E isha gatitu gjithë. I telefon bode erdhe këtu. Direkt i shkoshë Bujar. Bujar ishte tjetër natyrë. Zoti e zbukuroi, e mençuroi, e serializoi, por ajo që i nodhi, se edhe do ta them edhe këtë të lutem, Rashati ka qenë bëni ndërhyrje të lehtë kardiake këtu në rrugën e Kavajës ke spitali klinika e Gjermanisë. Në moment që po dilte Rashati, i thot doktori gjerman, po e që perfekcionu gjuhën. Dhe profesor, suksese, do visha dhe jetë bëjmë një kontrol, po ka ardhur dhe Bujar Lagu të vjeri këtu të bëjmë një ndërhyrje të lehtë, se nuk e ka mirë. A ditë kam ne në ora 5 e gjys. E mu? E kom përqet deri ke shtëpia, ka hyp lart. Në ora 9 gjys i ka dhënë ndërhyrje, i goditë edhe ky. Erdhi ambulanca, e vizitoi, ti mori çik cigaretë, po shumë mori çik raki, se ma ka thënë gojarisht, në mori raki për shumë të bë mirë për çuçëriu. Ja ka thënë ora 1 gjys 2 natës pas të dytën. Edhe në ora 1 sa ka zbrit e shoqja, mira. Ajo zoj ngru, sa ka zbrit me marë stafin mjekësor për të hypur lartë në katë 5, në katë 6, e këtë i shkrete. Ai, kishtë ndërrujet. Bujar Lagu. E borë sa të mune. Po me aktorin Kadri Roshi, që kujton? Sa kam me atë borë, sa të mune. Do të them, po zduta deformoj, unë i risha në kokat, se ishte për të ndërru, borë. E di pse kisha simpatime. Nuk thonë të drekohemi të lutem. Ai kishte një gjë të bukur, të pickojmë të lutem ti. Para ishte steril. Ishte që thot ai mos këta parlamenti që ndroje plundi, thot Kadri Roshi, ka kërku lek. Në qoftë se ai e thot tash, nuk e thon, unë dal paralitari, shkoj vetë me kontë mia. Ai të kërkonte. Kjo është kulmi paradoksit Kadriut. Dhe unë e kom qumë me durët të mia kur u shtru në spital, se nuk ka dal nga shtëpia i dashur edhe herë. Ka qenë ke vajza vetë, ke Mira. Mira janë 2 vëllezër përballë, Don Bosco të thash edhe në shtëpinë janë 2 orkisha përballë 2 vila. Aty ka qenë Kadriu, ka i goca vetë. Ai i rinte Kadriut sa të mund, edhe pastaj e çu në spital. Në Usharak, aty kom qenë unë. Spital ku do rinte? Mas një jave gjysardhi mirë, ardhën gjithë personalitetet, dhe na vjet Teta Olga të që. Iku Kadriu në Teta Olga. Po na te pavion Kadriut. Edhe ka kërku lek. Po, Kadri Roshi kërkon të lek. Këta se ma kanë tonë shokë, dhe mund ju pas socialove tu e në emisionatit nikutat. Por, ti falender për pytin gjembone. Po më po thamë, jo jetën time, po jap qatë do t'jap, edhe gjithë shpindime ta jap ta balë. E diku që Kadriu një personalitet të më ullë të unë të e, kërkon të lek të, a ishte mjeshti tavolinët, nuk linë nëna. Kadri Roshi me i vjallë kavalerë në tavolinë. Bujar Lagu, e këtën të portopolin këshu. Unë e di kush ishte tate kombëtare, e di kush një basanet një personazhit. Do të atë po s'du t'i që semre, do po qenë nga të burat të them se nuk jeton. Lazë Bilipi, nuk e pun të jetë dorën gjatë. Më thonë të Bujar, bujo, më thonë,
ka gjarë për në gjepë sa puse dorën për të pagu, gjarë veqe dorën, edhe ishte dorën. Tjetër nga këra ishte. Nuk linë më nona këto, personale. Ndërsa me Reshat Arbanën? Reshat ishte ma natyrë tjetër, ma popullore Reshat. Reshat gjithë jetën e vetë nuk rrinte me intelektual. Gjithë jetën, shoqërinë e ka pas ke mbrapavia, me ato rrinte. Për shembull, bonte një drek nga i mbrapavis, eftonte, i shkonte. Ky intelektuali edhe nuk i shkonte, jo pa qepdo, dhe bonte teatralizëm. Edhe me të drejtë për bravo i lumë. Se Reshati, Tornitor ka qenë i dashur miku im i shtret, edhe i pazëvendësueshëm. Dhe ky në vitin e fundit kaloi në Institut të Arteve. Konkuroi, fitoi. Sa ka fituar, ma 1 muaj a 15 ditë ato të Reshati, direkt u cilësova, u caktova në televizion publik shqiptar sufler, prezantues, me atë zërin e bukur aty. Foles. Bravo, Foles. Po, edhe më se si jeta aty artistike. Reshati apo. Ku i që këto tipat lutem. Aktualisht sot gëzon shëndet plot, ju e takoni shpesh. Por në jetë është që aty do shkoj. E mora në telefon. O, di unë thamë, hama si u bërë se ka një mik se i ka desh shumë kosovarët. Kjo ke i teti, kjo ke filmi që ka po, që ka të role shumë bukur e ka para flamurit, Baca, Isa buletinin, e ka të bukur. Dhe kosovarët vetëm për atë marrojnë mas së Reshatit. Ku për ule me atë gjunin e bukur, ku e kapët e flamurin e bukur që e putë Reshatit, dhe Kosova lumë në edhe fitoj e më shumë kosovarët, marrojnë mas së Reshatit. Burin mirë, aktor interesant, i qik mosha ka qenë me të ndrejnë, i qik pa qep ka qenë. Dhe, por, gjithmonë, legend, njën i pabekshëm. Se mosha bot vetë të lutëm një. Shkoj 86 vjeç. E po ashtu zoti Jashari, ju jeni ndër të vetmit, ne e përmendëm dhe paksa që keni folur hapur për shoqërinë që keni pasur me Gazmuçën. Kush është Gazmuça që ne nuk njohim? Shiko, tash unë po ta them edhe ty këtu. Në qoftë se ai ka bën një vrasje, unë nuk dal paralitaret, nuk ndodhi historia të lutem edhe. Ai ishte djalë bukurosh, ai ishte djalë trim, ai djalë i fuqishëm, ai ka një skeni kara i kalit i erm krush, edhe kara kalin to. Nuk e di pse se qitën këto. Në të komentar. Gazet të ofendon njëri mërë. Gjdo alë që ka pas, një të tregoj rastin konkret. Unë tregoj një freskët të Samir Gumbar, për 10 minuta edhe motori. Vishin, kështë që e vëllisemit, ishin por bankave, si të mu tavolinave, i mërqin, pjesin. Ti shkoshe gazet për vjedhem, mu largo për këne, më ka marra i po, gjallet i mbulon të gazit. Dhe ishe edhe djallin e shumë. Ku dinta im falë të shikon të një vajtë mos. Edhe aty ku kam ndru rjetë, po të them edhe këtë të pathënët, mas 24 orët, 2 herë javë vishin 2 vajza, për sikur gjeshin orar njëri tjetin. Mund aty leshin, mund ke shtylla sa shtylla, aty leshin i karafil. Ishin partnerët dikur që i ka pas gati shokja, në thojë. Dinte të fundon me njëri. Me mu mase... Me mu kishte pikë të do për të lutëm edhe se maron dhe mas artistët. Fadil Kujosa i thot bukur, i ndjerët sa i nuk jeton, i thot, o gazit, lutem, edhe ja du të boj pytet, lutem, si e ka emrin? Qëllimish ja bonde Fadilja, po Gazmuça nuk i thon të me emar Fadil Kujosa, Cuku, atë personazhin që ka 2 ermat. I thot, edhe i nuk jeton, ti do ma marrë shjerën. Gazit thot, Fadil thot. I tha një thonë edhe me nderë, këta nuk haroj të mu montuar, me nderë Elvis Presley ty. Ta shik qajtot Reshat Arbona, ta që edhe këte du të thëmë. Të thotë, do gazin një gjoha për atë zemi që ka fort bjullave. Ja tha shumë. Jo, ai se Reshat nuk flise, nuk u merte me këta, se ka dhe detërim të lutëm edhe, ka një personalitet, se nesë pas se zduja, si nodi berdrëdike të si. Qa ti themi berdrëdike? Ate që më dodhin, që duhet apo në bene se aktor shumë i matë, mos arro të lutëm opinionin mbarë komtarë jap një informacion që ajo është i lodhur, i qik i ngarkuar nga ana emocionale, nga ana mendimit, se ka 55-60 aktor. Ka letu një ma une me rimor ke libra. S'mund të mash një dram mend, sot ti këtu të lutëm, nuk e din një dhe 20 njerëzit. Edhe i paret atit, se qa qëllimi ideja ka pas se drejtë rapertin. Kurse gazi më se tema gazit dhe ishte tjetër gjatë lutëm e tërë. Ishte natyrë tjetër, ku ditë të shikonte, të fliste, të ofendonte, të shqipte për në nësë, mos mërë burë. Më përqetë që Majdari,
Ato ne thonë, bukur kam pasatin e kom njohur dhe ashtu si të dio, fjalët e diut jam e vërtetë. Nuk mande pistolet në xhep. Po çfarë të mande? Ai kishte grushën hajde këtu kushdo. E nuk jetuaj 92-shin më. 92-shin lindi. Çun edhe i me shoqë. Kjo vrat 92 të kuj 93, shkurt. Po ta them unë. Çuni vet ka qenë 2 muaj. Nuk e ka njoh. Absolutisht 2 muaj, po ta them sigurisht me ta mendoj se ishte me djalin tim. Tash shikosh atë i kanë ja babait. Por ka një gjë mirë që nuk del, nuk reklamohet rrugë se njerëz jemi sa po nota që lutem. Ato dolën barzim bone këtë, vrava këtë, bone këtë iu. Por është folur shumë edhe për ato kohë që njëri grup që qëndronte, nëse mund të flasim për grupe, qëndronte pranë Partisë Socialiste, njëri tjetër qëndronte pas Partisë Demokratike, ka qenë përfshirë? Shiko, e ke për diut lutem, vetëm gaze nuk u merrte me politikë. Kam pas simpati o tjetër gjë. Po e ke amanet për diut, nuk u merrte me partitë, çishte lidhje fare me partinë. Ai u bëni grup ka rruga Bardhyl, ta tham unë tash. Edhe gjithë ideja kur e fjala ishte motore. Vetëm kishin qenë motor 800 në rrotën të tij. Merrte gaze me këto lutem atë. Po ta them kështu, absolutisht, por kam pas simpati për shkakun kur i thanë Rashadi, i tha një personazh do, po ka folur zemi për ty. Në Jobas do ta qet tullta. O ai gjallo, unë gjallo, të dy aty. Por no, çfarë ndodhe të dy aty. Pra me përplasin që ai pati me zotin deputetin Azem Hajdari. Absolutisht. Dhe pati një sqarim mos gaboj. Mirë, absolutisht. Po këto i mylli tim Gjelaka. Edhe këtë po ta them, ka qenë ditë timi në emër të Azem Hajdarit, edhe ai e përmend një herë në parlament, njerëz jemi. Edhe mase ai kërkoi falje, nuk kam lidhje fare me këtë. Në mund dali siktivisht këto personazhe që kanë emër në kryeqytetin tonë. Kjo ka qenë gjithë ideja. Që përmeni Gazmuçën. Gazi kishte dinjitet në vetë, gazi ishte natyrë tjetër, lutem, nuk u merrte me këtë problem. U merrte gazi me këto hajdutët, mos mund të bëre atë. Gazi e kupton lirishin nga ditë gazit kemi këtu për drek, apo ja. Pse i thonin Robin Hoodi i rrugës Bardhyl? Mirë, po e di pse se filloi edhe duke improvizuar se Robin Hood dilte natën dhe gazi zakonisht natën dilte më freskët, se sidomos që i çik mori çik emër të bukur. Dhe emri bukur pret për herë, atë 92-shin, 91 demokraci, dhe ju prerë rinia, komplet mori punë lutem. Vetëm për idealit, për vlajt vetë, për një shpull të lutem atë. Ke liksheni për një shpull. Se boni një gjiro me më zëmë, vjeja fut një ka këto që du t'i përmen emrat, se ato që e kanë bërë atë akt, në moment e gazi ka ardhë, ka ndaluar, bashkë me tim Gjelakën, këtu, ka një një pikë pyetje, lutem, se e ka pru timin, prija ne këtu. Sa ka ndaluar ato, po priqim unë ke, ne e thoshim ke shpella, se ajo lokal ku kanë qenë të ndaluar personazhet tjerë, ishte shpella, edhe boni nga figurat kryesore, skenografi i teatrit Shabanesa e boni. Dhe ishin këto, zakonisht to, si ta them unë të thoj za paralita, gangsterët, ishin aty shpellë original. Ishin ersin, do shëtë që botonin, në bishin të atë ishte i shpellë 2 veta, 3 veta këtu. Bonin nga të 10, ma pati i klientelizë, por ishin gjithë, fillon mëse me ndërte droga, gjithë bakmane, edhe e mbylli këtë. Mas mbyllën mëse këtë personazhi, e mbylli edhe e shiti. Tash i ka ardhur një funksion, tash po ashtu sot Jashari flitet shumë edhe për atë eksperiencë që Gazmuça ka pasur në Itali, në bari, në stadium. Mirë, është e vërtetë. Po, do ta them edhe këtë. Që ai Unë kam informacione nga persona të afërt mi që kanë qenë ndodhur aty, Gazmuça ka bërë një rol heroik, le të themi aty. Ku fëmijët i ka dhënë ushqime dhe vajzave dhe grave më pas burrave. Ato më tepër pati konflikt me shiaksit këtu. Edhe këtë po ta them. Dhe unë masë shiaksit i njëpë, mas ku përfundoj erdhën këne, masë me i kanë tregu shiaksit vetë. Gazi e bëri këte, është e vërtet, në stadium. Shumë është qikon të që 20 vjetë, 25 vjetë duke ongu shumë. Me ndërë, ja mërë të ushimin, ja shonë të të njëve. Një person të thot për Gazin që ka bërë në stadium, një person të thot negativ, këte po të atë më troqë. Te e boni. Se fëmijë mos do gjinom qashin, më fal me qashin duar dhe nënët lutem, s'kishte nënët çumësh me i dhën, se nënët nga 4-5 ditë në stadium. A mund ndoshta më tepër nuk kam informacion këtu. Edhe Gazi e boni këtë bonë, edhe besoj se e ka bërë bukur. Për mua. Edhe I ka thënë gjithë në punë parë, mëse edhe shiak ju vi. Hajde ta qerem.
Ju pyeta jo, në mora ushqimin t'i japin fëmijët. Unë e di shiaksit kush janë, në një janë çuna trima, gjithë në atë kohë, edhe i poshtë çik privilegje gazet, se i ka qenë një djalë shumë, djalë trim, po djalë i kulturuar. Djalë i kulturuar, nuk dindet bon të dha për shumë, sa shikon të padezi, ja po të atëm këtu, emrin, ke parata. Djalë ma king, djalë ma bukurosh, djalë ma steril, zinte pyente njeriu, nuk e di kur Zoti pa t'i dhënë këtë trimnia të djalit. Ja, kokën nuk lutem, përshëndetje. Që nesër pasaj së ti me e taku, s'do të thëmë që është aje. Që është këtë djalë do më thosh më femura kjo, edhe plogët e shikosh kapeloni pret. Ja kështë e donë Zoti, trimnin në shpirt. Të pyente njëri të ofendon në njëri, ja më rëzën. Edhe nuk i ka jetë tripit. Për shumë, indiferentizmi ka sukses. Thot, Shakespeare sa bukur. Po kur e te prot, thot, bojnë babaj Mercedes. Edhe këtu s'duhet bojnë babaj Mercedes. Edhe një pyetje që lidhet pikërisht dhe me këtë aspekt dhe ta mbyllim këtë histori, flasin shumë për varrimin e tij, ku morën pjesë një numër shumë i madh qytetarësh apo jo? Ja, unë e kam bërë. Edhe këtë po të them. Ceremoninë e varrimit të gazmushit do ta them ritualin. Më thanë, merr dhe kamë, nuk e mora kamë. E kemi nis mbrapa shkollës Çajupi. Ka ardhur, e ke na futë ke tuneli, ka dalë ke lagja di branda, ke xholliku, ke kumbat i themin. E ka zbit poshtë, ke sheshni Avli Rustemit. Ka zbit poshtë, ka ardhur në qendër, nga qendra ka dalë ke Hotel Dajti. Më fal, ke 15 katçe. Nga 15 katçe ka hy ke Pallati Kaderes, rrugën e Dibrës, Vila Goldi, farmacinë numër 10 dhe shkolla bashkume, Kafe Aremës, ke lokali Verkullës dhe direkt ka shku ke Varete. Kjo është rituali. Po kishte shumë qytetarë. Gjysma Tiranës. Në kënd. Edhe nuk deshen dhe makinë. Masi e thashën të lutem dhe ecët e leta që futet, po një vend që ke nostalgji, eshe Arkiboli. Qile nga makina, janë ato 2 kamaret, leje 5 minutë, 2 minutë, hikim. Se u punum shumë, 2 orë, gjithë 3 orë, varime, kam. Mase ne, bon këtë, po dio, vyne po që pjade ote, se ishte lani aty. I vlaj. Po, i vlaj, po. A je komandant e s'kishte. A i më tha dio, ti e di po që dush, a erdhe masaj aty, dhe qikosh me vëmandje, ku e varos të shqe. Sa pu që ke varesët, në kraun e majtë. As 10 metra, 12 vare janë të rretuar 12 shokë. Kjo është historia nga 12 shokë, janë 2 është gati me gjithlajnë. Edhe, ikën. Ashtë, ta kthejmë në aspektin personal, zoti Jashari, ju keni pësuar një aksident. Shumë pak e din. A keni dëshirë të flisni për aksidentin? Është në drejtën tuaj gjithmonë. Të lumë që më ngacmove për këtë, të falenderojmë shpirtërisht edhe ndoshta profesionalisht. Jo ndoshta po. E thash edhe herë dhe po ta them se nuk e kam tonë mas si emision këtë edhe do ta maj plagën vetë. Të thash, po bëhet filmi Skënderbeg. E botëm qenë. Dhe në shërgjërimi du të ishtë një cakuej. Dhe më thot një shok di unë të kështu, skenografi i filmit. Loni. Dhe di unë të vama se i gje unë, se i problem. Direkt, nisem për t'i gjetur. Dhe i gjeta. I gjeta, e thak mos kime rakdi u që kemë, jam unë këtu t'lutim. Unë dam, bilo pashme. Të nesme, një telefonat. Numër originali kjo. Edhe shofi numër, përshëndetje, zë femnë, diu t'i e po. Unë jam drejtoresha shqyrëgjirimit të filmit Skënderbeg. Regjizori më ka dhënë informacion për numrin tënd, ka dëshirë me bëj një bisedë dhe me bëj kinoprovë. A vjen nesër në ora 9? Po, dakor. Nesër në ora 9. Në ora 9, ku ke nevojë për kinoprovë dhe më, u vesh atë me flokët. E bona. Jo, e di si është puna, ti e nisë këte, atë gjirosh në 3-4 ditë këtu. Dhe dakord. Dhe e më gjirova. Dhe në fund fare të sa lek bë. Au, thashtu nga lënë. Një gjoj, thashtu unë kom gati 20 vjetë, në qose një regjizor, i drejtor filmi, një personazh,
që thot që Diashajm ka kërku ka qekë, unë se duhet të dime. Atë pëlqeu roli, a deri ku erdha, po sa të duhesh lutem. Po me i kondit dhe, ne do të japim, po mos ikë se edhe 2-3 ditë në spillet kavaj, dalim të spilleja kavaj. Dakor, të bona gjerimin në e kundre. Tashi, telefoni, se jam po me telefon, tashi nuk kam, të bin skenarin, ta bëjnë tekstin aty, baba me në lezore, si mos jemi di. Edhe unë isëm, mora makinën time në e kundre. Në ora 9, spille, gjirimi im fillon në ora 5, 4:05. Tashi ishe i ven, duke luftuar, mbrapa u vriqa. Jo, di u kom frikë, po sot një, do të bëj unë, më qakori, jo, ma e kisha ti të gjeli. Një tur i vram, po ta improvizoj, ull, me fjallë të këtu, edhe unë me shpat, i put shpatën, po këtu në spon të kishe në një usht, por ta zbukurua kuadrin. Mos ale bronko plemonit. Dhe, në momentit të shi, që do u bëndë skena, e bora dublin e parë. Dhe më thot, di unë thot mu, a bëjmë edhe i dubël tjetër, po qa mërë, nuk ka aksion, nuk ka tekstu që ka deformim teksti. Do me e bo. E bom, në momentin që bëhet dubli dytë, këj qëtë ushtën. Dhe, me fut këtu në gjokst, dhe më unë nga maja kalasë. Vete ka që kam thonë, borë fati që borë në një të plak në ajer, dhe rasë në tokë. Zotë më shpëtoj, këthej kokën, shikoj, më kishin dalë me ndërë, kocka tu, thyva këmbën e borat sop. Direkt spital, unë isëm ke Greko, në uramdikalimit. Bona një rezonancë aty, se që bonë bisedo, dhe e pas i përqeu për anë ekonomike, më shumë spital Ljushara. Më lanë 3 ditë aty. Dhe pse më lanë, dhe mos të vja asë një mediatizim e shkujt. Tu ishe gjithë ideja. Unë qunë edhe goca mos më babë lejtë, falja të lutem. Dhe ja falja dhe nuk trokiti njërë me ardë, mërësi u bënë e mërësi jeme. Dhe drejtori i filmit, ky Malaj, Tropojansi, dhe administratori, që Mandelegun. Edhe mi të gjitha me aq informacione sa kam, nuk u transmetua gjerimi që bëhet. Po e hoqi se nuk shkonde mëse do mande përgjithësi maksimale në që se unë do busha në gjë. Ma hoqi rolin. Dhe në 2-3 veta, i ushjeu që të thotë jo më thoshe vërtet. Jo dhëmbi kjo? Jo dhëmbi? Po, prit që bona unë, nëse sa e mora vesh, ku ky, mëse kuptohet që bona unë. A i ha mundi unë falë, më falë me. Pa ta erdha më zënë, ta erdha si njeri, ta pëlqeu portreti, ta bona atë rol që i kishte, atë këkova gjë jo, a do më falë. Asë nuk më tha. Po do plasim bashkë, po s'ki më rajë. A i të që qa bone, ty po të thëmë, edhe unë i mu bone që i keqë. Unë i pasër dhe kuj, i ku në Amerikë. Se kujtoj se qa në dhe, kaqë. Kjo është arti shqiptarë. Mos me ardherë të pak të ndiu si o bore. Zotit a lecov dhimen, kaq më nuk kërkoj absolutisht asë gjoprit e po. Dhe këta nuk e tute. E si du të cilëm unë me këte njeri. Kjo është arti shqiptarë.